Pikërisht pra, me çfarë autorësh kemi të bëjmë në këtë rast, me profesionistë, me amator që ndërmarrin një guxim kaq të absolutisht, jo. S'është guxim shumë i madh të kryesh një krim në mes të rinasit. Jo vetëm që janë profesionistë. Pra, sepse ky ruhet shumë ky Dani, kanë bërë 2-3 atentate këtij personazhit. Po. Jo vetëm që ky është profesionist, po mënyra për shembull se si shkryer mes ditës, që ky ka qenë shumë i mbrojtur me mjet që mund të ketë qenë 200-300 euro, mjeti luksoz atje, ka vlerë të madhe, sepse atë se mban dot kush. Një Mercedes të tillë kryeministri ka paka shumë të atij formati, të blinduar, të asaj makinës që ishte i paka shumë. Pra nuk e blet dot një, e dyta. Personazhi që ka pasur makinë, vendi, koha, ora, të gjitha këto tregojnë që ky ka pasur suport na pas të institucioneve shtetërore dhe rasti e tregoj edhe vetë që ka plagosur ai personazhi, ai zotëria. Që ju urojm shërim të shpejtë edhe atij ti thërresi mendjes edhe ai, domethënë se unë nuk jam për atë kshikoka tuaja, unë jam që shteti të ketë rolin e tij, secili të merret, të dënohet, të bëj detyrimet aty dhe të kalojmë atan. Po jo unë nuk jam për këtë pjesën e kshikokave tuaja, në mënyrë shumë sinqerte. Shteti duhet të ketë rolin e tij, duhet të ketë dorë të fortë te kjo parandalimi i krimit apo këtyre fenomeneve. Pastaj mund diskutojmë më gjerë që pse vim këtu dhe arsyet e tjera, domethënë, te kjo. Po. Dhe ironia më e madhe në këtë rast është që në mesditë Ministri i Brendshme Albana Koçiu deklaroi se gjendja e sigurisë në vend është e sigurt, ndërkohë pasdite vendi tronditet nga një atentat i tillë dhe mund mes të rinasit. Në këtë rast çfarë bën qoftë Ministria e Brendshme, qoftë qeveria në këtë rast ku i vritet një qytetar në mes të rinasit në një zonë kaq të frekuentuar? Shiko, përveç faktit që ne jemi më të pambrojturit, pra ne qytetarët, edhe këta që duket sikur janë më të mbrojturit, që janë me ato makinat e tyre, që janë në funksion publiku, këta janë të mbrojtur, edhe ata janë të pambrojtur në fakt, se do të kthehet aty në bumerang. Tjetër, domethënë çfarë kuptova unë, domethënë që krijova një lloj bindje se unë këtë zonjën zakonisht unë e kam të vështirë, po përpiqem që t'i shmangim këtyre debatit me zonjat me këto, po kur e dëgjova çik te komisioni sot që dhanë edhe mediat, ka një gjuhë bullizuese kjo zonjë dhe fyese. Pra thoshte zotëria s'mund të punojë si policiste pica, zotëritë e kuzhina, domethënë përdorte këto shembuj që nuk janë shembuj etik për një ministër, si mund të flasësh për rastet. Po i tregoj vetëm një element, që në momentin që ti e përmend që e ministër, këtë është formë bullizimi për atë biznesin atje, për atë familjarin që ka ndodhur rasti atje, apo për atë personazhin që mund të flasësh. S'mund të ripunoj si këtu, s'mund të ri atje, ne jemi kështu. Me pak fjalë kjo është ministria tjetër e radhës, sipas me kukull, që nuk ka asnjë lloj fuqie në dorë për të vepruar, është kukull e këtij regjimi siç e kam përsaktuar unë, domethënë. Po unë besoj që kjo situatë nuk është e rastësishme, nuk është episodike, pra nuk është një ngjarje kalimtare. Kjo ka ardhur në kuadrin e disa zhvillimeve e ngjarjeve të tjera kriminale që kanë ndodhur në vend. Por gjithnjë në mes të këtyre, pra në këtyre fenomeneve, shikohet roli dhe fuqia e shtetit. Po normal që ai do të marrë kallashin atë ku shikon që ka punojësin e policisë brenda atij që i jep informacion, e paguan, ka listë pagesa. Gledis Nano a di pse hoq në policia, pse hoqi Çuçi dhe Rama bashkë. Se kishte 150 drejtor policie te listë pagesa te Ervis Martina që do t'i arrestonte. Dhe këta i ka akoma aty. Ikun, hoqën Gledis Nano, ata vazhdojnë aty. Se me atë mbajnë ata korrupsionin, parat, krimin organizuar, narkotrafikun, gjithë këta për këtë punë. Pra, ishte vetëm dhe këta 150 nuk i thot Artan Manushaqja, profesori, as Gledis Nano nuk i thot na dëshira vet, i thot Shërbimi Informativ Shqiptar. Dhe deklarimi që ka dhënë dëshmitari i Ervis Martinajt, që ka marrë vetë Gledis Nano atje, që i kanë nxjerrë listë pagesën, këta janë këtu. Pra, ky është një rast. Se ka plot, domethënë, kështu që ka probleme të mëdha për mua. Është kapur, siç e thot kryeprokurori i antimafjas italiane. Edhe mandoi, pra ish prokurori, po edhe ky tjetri ja s'pam kujtohet emrin tani, domethënë Grateri, m'fal. Nikola Grateri. Grateri, po, siç thotë, domethënë korrupsioni dhe krimi organizuar në nivele të larta në Shqipëri dhe tani ka kaluar në krim transnacional.
pra në krim transnacional. Pra krimi nuk është vetëm brenda më, por ka filluar që në Itali, ju keni parë që edhe mediat në Itali për më Ranucci te Rai Treshi, edhe timi i policisë italiane dhe prokurorisë italiane është drejt faktorit shqiptar mafia. Nuk flasin kotat. Prokuroria italiane shumë serioze. Janë serioze, janë korrekt, nuk janë para gjykues. Janë prokurorit, po themi, kanë gabime patjetër, sigurisht, po janë në prokurorit më të sakta, që ta qepin kostumin në mënyrë perfekte, nuk i vazhdojnë kot ato hetimet ata 4-5 ditë, kur dalin deklarata apo hipoteza, ata e kanë të qartë skemën dhe atë puzzle se çfarë ndodh. Po në këtë rast policia shqiptare çfarë bën, apo vetëm mbledh gjoja dhe gjen makina të djegura ashtu siç ishte kjo autorëve të sotëm që dyshohet se është djegur në fshatin Halil të Fushkrujës ku janë gjetur 3 Kalashnikov në makinë. Ja, unë nuk e kisha marrë këtë informacionin. Tani ju më thatë që janë gjetur 3 Kalashnikov, domethënë që ka përcaktuar që paga shumë. Unë thjesht kam thënë me të paktën sipas raportimeve të fundit, sepse ngjarja është në zhvillim e sipër. Sakt, po, unë nuk e kam ditur që mund të ishin armë kallash ata, po duke parë situatën, pra duke parë gjuatje mënyrën hapjen këtë sulmi që kanë bërë drejt asaj makinës blinduar, vetëm kallashi ka fuqi të madhe që të mund të çaj disa kategori të këtyre makinave të blinduara. Rasti konkret i policisë. Në policinë e shtetit ka shumë njerëz të ndesh, po që nuk punojnë dot. Kryesisht pjesa më e madhe e kupolës, dhe posteve të rëndësishme në policinë e shtetit është e korruptuar, është e inkriminuar, është kontrolluar politikisht dhe një pjesë është e lidhur me krimin organizuar, siç e kanë treguar e faktit. A keni Oltyon Bisrin në Burg? A keni deklarata në media që ka vërtetë ka kërcënuar gjyqtar dhe prokuror në shtëpia me armë me këto banda, kanë nxjerrë njerëz në prit, punojës policie kanë nxjerrë në prit, punojësi policisë kanë nxjerrë punojësin e policisë në prit. Domethënë, shoku kanë nxjerrë shokun në prit. Domethënë, një nga parimet që kur betohesh ti atje, kur merr titullin për të bërë punojës e policisë së shtetit, betohesh me besnik që do t'i shërbesh adeut kushtetutës, po do mbrosh shokun. Kur mbrosh shokun mbron të drejtën. Pra për mua policia është një nga hallkat më të korruptuara të Shqipërisë, po edhe një pjesë e mirë e tyre, një pjesë e mirë drejtuese, jo të gjithë, se nuk jemi paragjykues, po edhe njohim njerëz të ndershëm, po që nuk i lënë të punojnë, janë të lidhur me krimin organizuar. Në rasti fundit, i këtij personazhi që është plagosur atje tregon shumë. Pra dyshimet e para, se do vazhdoj hetimi, do dalë hetimi, tregojnë që ai ka qenë personi bos krimit, me gjobënie, ka qenë i shoqëruar me banda, me krim të organizuar, me lëra fati, që janë të jashtëligjshme. Pra këto janë elemente që kanë nxjerrë media. Dhe si janë pak, hipotetizoli të jetin në gjyq atje se do i nxjerrin ata pas në kuptimin e mirë që këto fakte janë të vërteta se përderisa nuk kundërshtojnë faktorë të tjerë. Kështu që me shumë mundësi domethënë këtë pjesë personi do jetë pra pjesë e kësaj botës zezë, po më rënd është fakti që si është përthitur ky dhe është dhënë një raport për këtë zotrin që ky është i pastër. Pra ka kaluar në mënyrë kaq të thjeshtë është futur në polici. Kjo tregon shumë. Si është e mundur që autoritetet nuk e kanë mbikëqyrur në vazhdimsi Gilmaro Danin, i cili është liruar nga burgu një vit më parë, sot pra u rikthye nga Spanja ku kishte qëndruar disa ditë atje dhe gjendet papritur në breshërinë e Kalashnikove në këtë atentat që tronditi vendin. Nuk e di, s'jam i qartë se sa kanë ndetur jashtë, po duhet të kanë ndetur çik më shumë jashtë në Spanjë, besoj. Nuk e di se informacioni mund të jetë i paqartë ende, por përtej kësaj që sa kanë ndetur përtej faktit. Përflitej që në datën 7 kishte qenë në Spanjë. Përtej faktit që ka qenë një ditë apo ka qenë 5 ditë apo ka qenë 2 muaj, 3 muaj, ajo që thotë që konstatoni ju që duhet mbikëqyresh në policia, ky është roli i policisë. Unë mendoj që në rastin konkret, jo vetëm që s'e kam mbikëqyrur, po unë mendoj që personazhi ka dalë brenda aty. Ka qenë personazh që kanë pasur konflikte me punonjës të tjerë policisë për shkak të këtyre lidhjeve kriminale, sa i ka dalë në prit atij. Se s'ka shans të dalë nga do dalë informacion që vjen filani që andej. Nga do dalë informacioni. Informacioni nga do dalë. Do dalë informacioni sakt nga policia e shtetit, pra nëpërmjet këtyre shërbimeve strukturave këtej. Edhe ne kemi shumë raste që punonjës policisë shtetit kanë qenë shërbëtor të këtyre grupeve kriminale shumë të rrezikshme, tregon komprometimin dhe kalbëzimin e policisë shtetit që nuk ka qenë kurrë kështu policia e shtetit. Në këtë ditë zezë, ku shoku trahton shokun.
apo futen banda, apo futen kriminal në policinë e shtetit, njerëz me rrezikshmëri të lartë shoqërore.